Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Uroj të jeni mirë, të bëjmë leximin e radhës për ju dhe të shohim çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim kësaj radhe nga letrat. Perëndori, asi i shkopive. Të dashur Bricjapër, 4 të shkopive. Kalorësi i monedhës, 3 të monedhës dhe hëna në fund. Është leximi më i përkryer, të dashur Bricjapër. Por këtu sikur besimi juaj nuk është akoma në nivelin që do donit. Sikur çdo gjë po vete në rrugën e juaj, por prapë sikur s'po besoni diçka. E di çfarë më bjen ndërmend kur shikoj të parën me një sy kështu në përgjithësi. Thot, unë di si të dua. Që është pak kjo toksike, unë di si të dua. Por kush më bind që më duan? Nuk po bindem dot që më duan. Do thot, çdo gjë është aty ku duhet qenë dhe ju të pabesueshëm. Perëndori siguri, stabilitet, fuqi, ambicie është duke sjellur në jetën e juaj, qoftë në punë, qoftë në dashuri, me partnerin, me burrin, me gruan, me familjen, me çfarëdo që të jetë. Të dashur Bricjapër, kam asin e shkopive, shtëpi e re, biznes i ri, punë e re, një ardhmë e ndritur, por dhe për dikë që do jetë të bëhen prindër, një ngjizje e një fëmije që do jetë djalë. Dhe tjetra, shikoni këtu 4 shtyllat, 4 themele të diçkaje që po hidhni të forta. Absolutisht një lexim i bukur, një lexim fantastik. Çdo gjë është duke ecur rrugës ashtu si dëshironi, por mosbesimi juaj është në hënë. Hëna thot pavendosmëri, iluzione, konfuz, nuk e di, ndoshta, duke u munduar për ta bindur veten të kundërtën. Siç thash, unë e dua jashtë mase, por kush do më bind mua që dhe ai më do? Ta them kështu. Edhe pse të gjitha gjërat janë duke ecur ashtu siç duhet. Ndoshta ka të bëjë me këtë letër këtu. Është kalorësi i monedhës. Shikoni, kali qëndron në një vend, nuk është duke ecur, se ka nga ato që i tregon figurat e këmbëve të duke ecur, dhe thot, apo pasqyron, një kohë të gjatë kam qenë në nhije, një kohë të gjatë kam qenë keq, një kohë të gjatë kam vuajtur, një kohë të gjatë kam dështuar, një kohë të gjatë kam qenë dëshpëruar. Ndoshta kjo është arsyeja që ju bën të mos besoni në çdo gjë që duhet besuar, në çdo gjë që është e qartë. Dhe do e merrni atë bilanc të dashur. 3 të monedhës është sikur shlyerja e borxheve, që mund të jenë dhe borxhe fizike, absolutisht. Shlyerja e borxheve, një lloj bilanci ku jeni, çfarë do bëni më tutje, një lloj planifikimi, një lloj reflektimi. Asgjë nuk ka këtu që të mos besoni. Çdo gjë është më shumë se mirë, më shumë se perfekte. Ndoshta nga e kaluara ju ka bërë të mendoni, po të ndiheni kështu. Duke i prekur, duke i parë gjërat e qarta, ju jeni mos besues.